Mirë, do ndalim pak tek një bisedë me Mikele Arburën, i cili më përpara kam patur në studio për të treguar historinë e tij se si e pati këtë lidhje të fortë me Shqipërinë, por sot jo vetëm për këtë. Çfarë ka zbuluar tjetër dhe ndërkohë edhe Horizonti Shqiptar, një faqe që e ka hapur për të promovuar Shqipërinë, apo jo, Mikele? Mirë se vjen. Cila është veshja jote njerëz? Me çfarë veshje ke ardhur sot? Më trego pak. Sot kam kostume tradicionale shqiptare, sepse unë jam shumë krenar që kam kostume tradicionale shqiptare, sepse unë adhuroj shumë Shqipëria. Edhe për mua Shqipëria është një toka mrekullueshme. Prandaj ishte për... Po nga është ky kostum, nga cile zonë e Shqipërisë? Atëherë, vetëm jaketu është nga... Ta heqim pak të flamurin. Nga Berati. Flamurin mund ta heq? Apo e ke të lidhur? Jo, vetëm... Po, flamurin. Qonë këmbë që të shikoj pak? Po, kjo gjaketa është nga Berati. Po, nga Berati. Shumë e bukur. Të gjithë është nga Tirana. Ndërsa veshja tjetër është e Tiranës. Po, sepse jam nga Tirana. Nga Tirana e ke blerë në Tirana, po është veshje popullore e Tiranës. Po, kam një shoqe që ka një dyqan me kostume tradicionale. Edhe është me kostume tradicionale, po çfarë kanë, po këto? Opinga janë për... sepse janë bashkë me kostume. A bashkë me kostumin ke dhe opingat, e? Një komplet. Po çorapet e leshit? Si? Çorapet e leshit. Po, edhe... Ato, në fakt, duhet ishin çorape leshi, po ai ka çorape pambuku, besoj, patjetër që po. Por nuk kushton shumë. Nuk kushtojnë shumë. Cilat janë ato elementet e Tiranës, një kostumi tradicional të Tiranës? Çfarë është ky? Ky është? Kjo është është me bë... Brezori, brezi. Të cilin e mbanin edhe rrotullonin disa herë rreth e rrotull. Problemi është që unë jam në kuptimin mirë djali i madh dhe nuk është shumë i thjeshtë për mizurat, por... Nuk është shumë e thjeshtë për ty për ti përshtatur. Mund të ulesh tani. Po me vete çfarë është ky punimi i drurit? Çfarë është ky punimi? Tani, unë dhe Marku bashku kemi hapur ky projekt tek profili ynë, është Horizonti Albanezi. Horizonti Albanezi është një profil kur flasim për të promovuar kulturën e Shqipërisë edhe vendet të bukura në Shqipëri. Ne nuk flasim vetëm për shembull për Durrës ose Sarandë ose Vlorë, flasim edhe për shembull Amantia ose Kanina, Kalaje Kanines, ose edhe për Kalaje Rozafes. Edhe ne mendojmë që është një gjë bukur për të folur më mirë për kulturën e Shqipërisë. Dhe prandaj, sepse normalisht për shembull profilat janë për shembull, këtu jemi në Tiranë, ku e kemi Sheshi Skanderbeut, e kemi liçenin e Tiranës, por nuk flasin për shembull nuk flasin shumë për aspekte historiko-kulturore në Shqipëri. Prandaj unë dhe Marko besojmë që është një gjë mirë. Shumë mirë, u bë të dy bashkë, si e diskutuat? Kur ju erdhi kjo si ide? Atëherë, unë... Sa kohë keni, domethënë, që e keni hapur? Po, fotot dhe videot janë të mia. Marko është për aspekti, për organizimi. Unë dërgoj Marko fotot dhe videot, Marko punon për... I editon? Po. Edhe unë pastaj publikoj në profilin videot dhe fotot, sepse unë nuk flasë për shembull vetëm për kalaja, unë flasë edhe për shembull për ushqimet tradicionale shqiptare. Sa mirë, ato që ke provuar ti, e? Okej, mirë, të shohim pak një video, se jam kurios se si e promovon ti Shqipëri. E shohim pak të video? Kjo është Shkodra. Shkodra. Hai mai pensato di visitare il nord dell'Albania? Se sì, oggi vorrei presentarti la bellissima città di Scutari, conosciuta in albanese come Shkodra. Scutari è una delle città più antiche dell'Albania e oggi è un centro vivace, giovane, pieno di caffè, biciclette e vita culturale. Quello che rende davvero speciale questa città è il suo passato. Qui, secondo la storia, si trovava uno dei cuori principali dell'antica Illiria, una regione abitata dagli Illiri, uno tra i popoli indoeuropei più antichi. Il simbolo assoluto della città è il castello di Rosava, che domina Scutari dall'alto. Non è solo una fortezza, è un luogo pieno di leggende, battaglie e storie che raccontano secoli di conquiste. Da lassù il panorama è incredibile.
e vi fa capire subito perché questa posizione fosse così strategica. Proprio ai piedi del castello scorrono due fiumi importanti, il Drin e il fiume Bojana, chiamato Buna in albanese. L'incontro di queste acque... Sa interesante. Pra ti po tregoje se pse duhet njerëzit ta vizitonin Shkodrën në veri të Shqipërisë, apo jo? Po pse ke zgjedhur ti bësh në italisht? Më fal? Pse ke zgjedhur ta bësh në italisht video? Kur ti shqipen e flet mirë, e flet bukur. Rofsh, por unë besoj që është me mirë për publiku italian. Për mua nuk është problem fare për publiku nga të gjithë botën, për shembull, por unë dhe Marko mendojmë që është me mirë për italian. Edhe për shqiptarit, por me vjen keqe sepse nuk jam vetëm unë, jam edhe me Marko. Por nuk ka problem fare, sepse kur, për shembull, unë takoj njerëzit nga, për shembull, nga Italia, nga Anglia, për shembull, unë mund të flas edhe anglisht ose italisht, shqip dhe prandaj nuk është problem. Ti po e bën këtë të gjithë nga dashuria që ke për Shqipërinë apo po nxjerr edhe ndonjë pagesë? Urdhro? Po, nxjerr ndonjë pagesë nga e gjitha kjo? Pra, po fiton ndonjë para apo thjesht nga dashuria për Shqipërinë? Jo, vetëm është vetëm është një profil, sepse nuk më vjen në Shqipen. S'ka problem. Okej. është vetëm për content creator. Okej, nuk është... Është thjesht për të krijuar pra video. Po, nuk është asgjë më shumë. Për shembull, unë jam guida shoqërore, nuk jam guida turistike sepse nuk punoj me agjencia të, nuk punoj akoma. Por shpresa ime është që pastaj universiteti do të jem edhe guida turistike këtu në Shqipëri. A do e lësh fare stomatologjinë? Jo, në fillim stomatologji, pastaj bashkë me stomatologji edhe guida turistike, në fundjavën, të shtunën edhe të dielen, për shembull. Shkon shumë shpesh në Shkodër me që ti e ke promovuar Shkodrën? Shiko, unë kam qënë vetëm 2 herë, okej, 2-3 herë. Po, me shumë agjencijat, por edhe vetëm, si shqiptarët nga terminali Jugveriu, por për fat e mirë e di Shqipen dhe unë komunikova vetëm në Shqipen me njerëzit nga Shkodra. Edhe në dialekti, sepse kam mësuar edhe dialekti, por... Dialektin shkodran? Cila është një fjalë që të pëlqen ty nga dialekti shkodran? Vetëm pak fjalë si na dje mirë ose kështu. Por tani e kam mësuar me shumë, sepse javën e kaluar kam qenë tek Korça edhe kam mësuar dialekti korçare, sepse unë besoj që në kuptimin mirë, që dialekti korçare është dialekti më i thjeshtë në të gjithë Shqipëri. Si ka mundsi? Po, sepse çdo fjalë është me ka ose me çk. Për shembull, tepsiçka, shoçka, lulka, olalkë, ose për shembull ose me k ose me çka, ë? Po, gjithmonë me çka ose me ka. Edhe për shembull kur thua speca, atje e kanë piperka, jo speca, ose edhe për shembull për lule është lulka. Dhe në kuptimin mirë besoj që është më i thjeshtë. E ledhatojnë pak fjalën ata, e ledhatojnë pak fjalën, e gjejnë pak kështu. Po e pas ke mësuar shumë mirë korçaren, gjuhën korçare. Tani e di më shumë. E di më shumë? Ku të pëlqen ty të shkosh në Korçë? Për shembull, në cilat zona rreth? Unë vizitova vetëm pazari. Vetëm pazari, xhamia. Të pëlqeu? Po, shumë. Vizitova katedralja, vizitova edhe afër Korça Voskopoja, por vitin e kaluar. Shumë e bukur Voskopoja. Po. Kështu, por me pëlqen me shumë afër Korça po Gradeci, sepse atje panorama është më i bukur, edhe fshati im e preferuar në Shqipëri, fshati është Lin, afër po Gradeci. Fshati Lin. Po. Kështu që mrekulli, ti shkon shumë shpesh atje, ty të pëlqen, edhe ushqimi besoj që të pëlqen shumë, se Korça ka një ushqim, vdiqen për pak petullat fshira, nga ato që janë shumë të mira, me hudhër, me gjalpe dhe me djath. Faleminderit shumë që të kisha. Ju falenderoj shumë. Mrekulli, Mikele, faleminderit, ishte shumë kënaqësi bashkë me Markon duke promovuar Shqipërinë për gjithë italianët që ndoshta vinë dhe vizitojnë. Unë do shkojmë pak sekonda publicitet dhe pas pak do të rikthehemi për diskutuar për tryezën e në kohë reale, me miq të cilët do të flasin për sportin, por jo vetëm edhe për fenomene sociale.